Deti po na kthen pas të gjitha ato mbeturina, të cilat prej muajsh vitesh po i depozitojmë aty. Mbeturina këto të cilat prej muajsh janë hedhur në det, apo edhe në sistemin e kanalizimeve, nga thojse çdo qytetar i Vlorës që përfundojnë më pas në Adriatik apo edhe në detin jon, ndërsa ky fundit përgjatë ditëve me kohë të keqe dhe erë të fortë, me forcë të madhe deti, na i kthen në Bregdet të gjitha mbetjet që kemi hedhur aty, në mënyrë simbolike për të na kthyer borxhin, për të na kthyer pas të gjithë ndotjen që kemi depozituar prej kohësh, pa frenim dhe pa asnjë kriter. E njëjta situatë ka ndodhur në Bregdetin e Lungomares, sërish përgjatë fundjavës, ku moti keq dhe me erë të fortë ka bërë që në Bregdetin e Shëtitores të vinë 10 mbetje, të cilat kanë dalë nga deti për të depozituar në Bregdetin ranor të saj. Mbetje këto kryesisht plastike, por nuk mungojnë as ato me materiale robe apo pjesë të thyera nga orendit të beach-bareve, bizneseve që funksionuan përgjatë plazhit, kryesisht në sezonin veror. Mbetjet që kanë pushtuar të gjithë Bregdetin e Lungomares, duke i dhënë një pamje as pak të ishme pjesës turistike të Vlorës. Kjo situatë ka detyruar ndërmarrjet në varësi të Bashkisë së Vlorës që të nisin aty një aksion të përgjithshëm për pastrimin e Bregdetit. Ndërmarrja e pastrimit e ka fokusuar punën e së dielës, por edhe përgjatë mëngjesit të kësaj të hëne në pastrimin e Lungomares. Pastrim ky kryer nga zona e ish Akademisë së Marinës deri në ujin e ftohtë, duke pastruar aty mbeturina, mbetje të shumta që i kishte nxjerrë deti apo kishin përfunduar në Bregdet pas ditëve me mot të paqëndrueshëm. Aksioni i pastrimit vjen pikërisht pas lirimit çdo ditë më tepër të hapësirës publike, e cila ka qenë në funksion përgjatë sezonit veror për bizneset e qytetit, asaj hapësire publike që është frytëzuar për plazh dhe njëkohësisht për biznes, për të larguar prej andej edhe pajisjet e beach-bareve që ishin thyer apo kishin dalë jashtë funksionit, pjesët dekoruese dhe një sër mbeturinash të lënë në Bregdet nga operatorët turistik. Mbeturinat të cilat ishin hedhur aty dhe askush prej bizneseve nuk e kishte marrë mundimin që siç ndodh zakonisht edhe vitet e shkuara, pasi e shfrytëzojnë pjesën e Bregdetit për biznes dhe përfitime monetare, të kujdeset dhe të pastrojë atë hapësirë se ku punoj dhe ku fitoj mjaftueshëm për gjatë verës. Për këtë arsye, është ndërhyrë për pastrimin e të gjithë Bregdetit për ta kthyer këtë të fundit në normalitet, ashtu siç i ka qetë qytetit të Vlorës.